Kamioni mediatik ballkanik, një platformë udhëtuese që promovon edukimin mediatik dhe mendimin kritik, ka ndaluar në Gostivar. I vendosur pranë shkollave të mesme të qytetit, ai ofron projektime, kuize dhe biseda mbi mënyrën se si krijohet dhe shpërndahet informacioni, si dhe ndikimin e tij në jetën e përditshme. Sipas Elida Zylbarit, koordinatore projektesh në Fondacionin Metamorfosis, fokusi kryesor janë të rinjt, të cilët përmes ligjëratave mësojnë si të dallojnë informacionet e sakta nga dezinformatat dhe të kërkojnë më shumë llogaridhënie nga institucionet. Rëndësia e aktivitetit që sot e bëjmë ka të bëjë me rëndësinë e krijimit të një mendimi kritik tek të rinjt, të cilët do të jenë më të përgatitur për të konsumuar informacionet që qarkullojnë nëpër media dhe rrjetet sociale, kur të rinjt do dinë të zgjedhin me mend e mirë dhe të përgatitur do të jenë për të zgjedhur atë që informatën e saktë, ata do të mund të marrin vendime të sakta për të ardhmen e tyre dhe gradualisht do të zhvillohet një shoqëri me mendim kritik që cila do të kërkojë llogaridhënie dhe transparencë nga institucionet, kështu që do të ketë një zhvillim më të madh për vendin ton, për demokracinë në vendin ton dhe realisht do të kemi një rini më të përgatitur, po edhe shoqëri më të përgatitur. Ajo theksoi se edukimi mediatik është një nevojë urgjente në Maqedoninë e Veriut, që rënditet ndër vendet e fundit në botë në këtë fushë, një situatë e ngjashme dhe me shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor. Maqedonia, për fat të keq, si dhe vendet e Ballkanit, qëndrojnë në fund të listës të edukimit mediatik kur bëhen matjet dhe prandaj edhe kemi aktivitetet të tilla të cilat i udhëheq Fondacioni Metamorfosis me bashkëpunim me mbështetje të Ministrisë Jashtme të Evropës të Francës dhe partnerët tonë që janë në Maqedoni dhe në Ballkan, mu pikërisht për të arritur të ngrisim dhe ridiku edukimin mediatik tek të rinjt, po gjithsesi në gjithë Maqedoninë. Turneu i kamionit mediatik ballkanik është pjesë e programit paraprak të ditëve të edukimit mediatik, që zhvillohen nga 17 deri më 24 nëntor 2025. Pas Gostivarit, kamioni do të ndalet në Shtyp dhe Shkup, ndërsa më herët ka vizituar manastirin. Turi përfshin 20 qytete në 6 vende të Ballkanit Perëndimor dhe synon forcimin e qëndrueshmërisë qytetare ndaj dezinformimit. Në Maqedoninë e Veriut, projekti zbatohet nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri, Metamorfosis dhe Asociacioni për Iniciativa Demokratike ADI, me mbështetjen e Agjencisë Franceze për Zhvillimin e Mediave dhe Ministrisë Franceze për Europën dhe Punët e Jashtme, në kuadër të projektit Shared Horizons.